rikthyer për të vazhduar me një tjetër recetë. Tani sa vendosëm tranikun të piqet dhe shpresojmë që deri në fund të kemi një rezultat, një pjekje, faqen e kuqëremt të tij, që ta shijojmë. Tani do kalojmë tek një recetë, edhe kjo shumë e thjeshtë, më duket me pak produkte, ka gjiz, qep të njoma, vezë, kry piper të zierza të ndryshme, hudhra dhe pak miell. Le ta shohim së bashku për çfarë bëhet fjalë, sa Albana të begati qepët t'i gri ato, qofte me gjiz dhe bim aromatike. Ju duhet 500 gram gjiz, 2 kokra vezë, 2-3 qep të njoma, 1 tufë majdanos, 1 tufë nenexhik, 3 thelpi njudhër, 3 lugë supe miell, 3 lugë supe vaj ulliri, pak sot buke, vaj për skuqe, piper dhe krip dhe arr moskat. Pra, coptoj një herë jeshilliqet. Koper majdanos, qep të njoma. Tu kam edhe koperin këtu. Po. Ti grim dhe ti kemi gati për t'i dhënë shije aromë ngjyrë të mirë qofteve. Dhe një pjesë Pjesën tjetër i largoj. e përdorim në një gatim tjetër. Pra duhet me shumicë. Të cila do t'i skuqim pak. Tani, të gjithë masën e barishteve, e jeshilliqeve, e bimëve aromatike, si të doni t'i quani ju. I kam të kaluara. Do të shtoj në nenexhikun e thatë. Pse kam vendosur të thatë, se kam vendosur të njomë, sepse ka më tepër fuqi aroma. Shtoj masën e kripës. Sot ose pluhur pjekës. Pakës fare. Piper. Kam arën e moskatit ose arën myshk. I largoj. Në 500 gram gjiz, shtojmë 2 vezë. Unë kam pak më pak. Do të grit 2 thelpi hudhra. Ti largojmë një vezë, do mbajmë këtu. Kemi gjizën e kemi me krip apo pa krip? Gjiza është me krip. Me krip. Vë pak hudhër në yndyrë. Thjesht sa të më marë aromë. Pra nuk e kalova që ta bëj në formën e pures, por të tillë. Pe gjithë masa. E marë, e heqë. E tani do t'i trazojmë mirë produktet. Pastroj gjithë shka, për mua nuk më duhet. Marë gjizën. Me nga të gjitha bimët aromatike që kemi shtuar bashkë me qepët, koperi vjen një aromë shumë e mirë, dominon deri në fund dhe në skuqe, e ruan ato aromën e vetë karakteristike, sepse është qetësuese dhe vetë fjala koper, nëse i referohemi etimologjisë së fjalës, do të thotë qetësi. Është njësoj, janë mustaqet e finokut sipër. Ka një aromë uzo. Staranisa një, edhe finoku, bashkë me koprën japin atë aromën e uzës. Pra janë 3 bimë që janë me të njëjtën aromë. E përzija i mirë. Nëse është e lëngësht, gjiza normalisht që kërkon të shtojmë miell më tepër, dhe nëse është e thatë, gjiza kërkon që të shtoj vezën më tepër, gjithmonë në varësi të vezëve që ju keni.
Ne i kemi që këtë mëdha faktikisht. Po, prandaj dhe unë kam kemi një marrë vezë. paketimet të mëdha se bëm për fundjavën edhe vezët e Pashkës, kështu që i kemi të kuqet nga Ovital, paketimin e 15 çest, 15 vezë të tilla, por gjatë gjithë kësaj jave kemi të mbyllur pjesën e pazareve me vezët. Largoj. Do të shtoj mas mielli diku të 3 lugë. Thash gjithmonë është në varësi të masës që unë kam. E përzije mirë. Nëse ne nuk do shtoni miell, normalisht gjithën do bënim qofte të vogla për bufe të ftohtë. Po. Një përzierje shumë e mirë e të gjithave. Pra drejt këtu pa shtuar vezën, se normal duke kaloj një proces termik para të konsumohet, edhe pa vezën është një sallatë, ftohtë, po. Japim ato formën dhe konsumojmë. Mund të shtojmë ara i shkon më së miri, lajthi dhe mund të shtojë edhe kasius, por e mira është ara. Me këtë masë që kemi mund të kemi dhe biskotat dhe i mbushim në mes. Edhe një gjuje me kopër, si që kemi sjell në një model tjetër. Japim atë dekorin e bukur. Të vezës, sepse dhe juve ju kanë tepruar dhe asë nuk diskutohet, largoni të verdhen e vezës dhe me këtë mbushje duke shtuar, duke përzim, bëjmë mbushjen e vezëve. Tash i vezët tona janë vintage. E me thash, e di që e kam thënë disa herë, po ja. E kam thënë disa herë, e di. Pra, ja ku kam këtë masë. Këtu duke i përzier mirë, përzijem edhe aromat. Ndërkohë, në një panoramim të Spotit, që është marka më e mirë Orizit sjell në Shqipëri nga Teuta, na frymëzon që, pse jo, nesër apo në ditët në vijim, t'ju sjellim receta fantastike, edhe që kanë bazë Orizin, llojet e ndryshme që ju po shihni, si nga arboria deri tek integrali apo Orizi i zi, që kanë se cili një specifik të veçantë, mënyrës se si prodhohen, kultivohen dhe sillen deri në tryezat tona. Është bërë gati, besoj edhe tani vaj. E mirave është që gjithmonë qëndron pak si masë. I dhemi sy edhe tranikut në këto minuta. Mire se nuk është më ai traniku pet i holl që e shtuam është fryrë, ka marrë një faqe. Pra, ne bëjmë se të duam, po duam me bëjmë të hollë, po të duam me bëjmë të trashë, nëse do të doja që t'ishte një volum më tepër, normalisht da kësha bërë një tavë më të vogël. Por më pëlqen të jetë hollë, që ne të kemi mundësi ta konsumojmë. E pse jo dhe shoqëruar dhe me këto qoftet. Po, a di sa mirë që del, trahaniku t'i shtrosh një shtres të tillë mbas në konsumim. Tani, lug, të marrë dhe një që duhet i njohësh pak duart, ndoshta. Duhet i njohëm duart dhe duhet të marrë një talier tjetër, një sekond, një talier tjetër, duket e lidhur mirë masa. Sepse unë e kam përdorur. Dhe marrë. Japim këtyre qofteve formën dhe madhësinë sa një lugë. Pra këtë kam si etalon matësja. Direkt. Oniki. Bëjmë të dyja. Do më bësh... Jo, mësa të afare susami? Po, shumë mirë të shkoj mendja. Të shkoj mendja shumë mirë. Afara susami. Edhe qa the atë tjetërën ti qa the? Qiku qa dëgjova që the? Kafe, qa dëgjova? Tash mos të shkoj mendja për kafe. Edhe kafe, po. Edhe kafe dhe susam, të dio bashkë. Ja, i kryojmë të tila. Marë mas tek njëra tjetra. E mira është të qëndrojmë pak në frigorifer, sepse lidhet masa.
Anta, për pak mendova se na kishin mbaruar, por jo. Jo, ke pak Kemi edhe aty ke. pak nga susami. Se përgatitëm javën e kaluar edhe tahinën, kështu që na u deshën 2 pako gati. Kemi patur edhe komente për salsën e tahinës, si e përdorim, si e shfrytëzojmë, si e konsumojmë dhe të mirat që ka. Është shumë e thjeshtë të gjesh informacione se sa të rëndësishme janë këto farzat që kanë proteina mjaftueshëm, fibra mjaftueshëm për sistemin nervor, për mirë funksionimin e organizmit. Ndaj mos hezitoni t'i përdorni ose ndiqni një shembull siç për shembull unë e kam marrë përsipër, i kam përzierë të gjitha farat në një kavanos edhe tek mëngjesi me të shërë janë shumë ose për të bërë një bukë vetëm me fara që del shumë e mirë me bukë proteinike. Skuqim disa në Albana se dhe minutat vrapuan. Direkt. Një spërkatje sipër. Ashtu shtoj se ngjitem pas gjizës, ja. Nga pak. Tek farat që bien tek drasa, do të vendosim qoftet e tjera dhe Shumë vendos shumë. Që unë të kemë mundësi spërkatje shumë. Pra nuk dua të spërkas me miell, por i bëjmë pak më të shëndetshme. Shumë pak i duhet në vajtën nxehtë, sepse gjithçka është e gatuar, përveç se vezës, ajse ajo të piqet edhe të marrit procesin e dur termik. Sjell ndërkohë në tryezë sa skuqen të parat qofte. Shiko, piqet, edhe susami, prandaj në disa raste nuk na duhet që të jetë i pjekur, si në rastin ton, e kaloj tjetër në këtu. Shumë të bukura donën. Mendoj që po të qëndrojnë, pak janë akoma edhe më mirë. Duke qëndruar, ju evitoni masën gramaturën e miellit. Po. I bën më të lehta. I bën më të lehta. Kujdesemi në çik tani të periudhë pas fundjavës së ngarkuar. Ja, edhe këtë këtu. Aman, të lutem shumë. Nuk duhet të na ndihen farzat e susamit, Aurdise do skuqet qoftja, por për fara do kujdesemi që të mos na nxihen. Të sjell një pjatë që t'i vendosim përpara se të shkëputemi. Atëre. Ja, prapë me këtë aromën e post feste me të kuqe. Shumë mirë. Edhe një dekor aty. Ju do t'i keni recetat tona në YouTube, në kanalin ton Reze Dielli, në rrjetet tona sociale. Mund të na shkruani, sugjeroni recetat tuaja. Ne do ju sillim vazhdimisht të tilla dhe këshilla që do të vinë rishtazi edhe pak më vonë në rubrikën Bima dhe Shëndeti. Tani do të shkëputemi për reklama, do të takohemi për horoskopin e kësaj jave. Çfarë parashikohet dhe cilat shenja do të jenë më përfituese dhe ato që do të kenë më tepër kujdes. Ju pres pas reklamave. Të lumshin duar. Faleminderit. Bashkë jemi nesër në kuzhinë, bash pas pak.